Përshëndetje, mirë se vini në emisionin e sotëm. Unë jam Aranidi dhe akoma jam në ishullin Hainan të Kinës Sugore. Përveç peizazheve të bukura, Hainan edhe ofron mundësi për prerje pa taksa, sepse këtu është dyqani pa taksa e zonës së tregtisë së lirë. Vitin e kaluar shitjet këtu në ishull ka përcyer 700 miliard yuan, duke tërhequr mbi 40 milion vizitorë. Pata nga vendi mund blini produkte me standard ndërkombëtar. Jo është apo jo, hajde të shohim bashkë. Tani ishulli Hainan ka mbi 10 dyqane pa taksa, që ofrojnë marra luksoze, kosmetik dhe pajisje elektronike e të tjerë. Dyqani pa taksa CDF në Sanya, ku ndodhet tani, është dyqani më i madh pa taksa në Hainan dhe gjithashtu dyqani më i madh në botë për sa i përket sipërfaqes së vetme për prerje pa taksa në ishull, me një sipërfaqe prej mbi 180.000 metra katror. Sot, dyqani pa taksa CDF në Sanya është për një destinacion i domosdoshëm për turistët, ndërsa pjenata të shëtitni nëpër rrugët me ndryshim të dobët me erën e detit që fryn, kjo është edhe një përvojë unike, apo jo?